Let's go! Dun, 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 dun. Vërtet, pse s'ta e vën këtë këngën? A? Pse s'ta e vën këtë këngën? Ta performon. Po, dhe... Shumë kom qef edhe unë me mi që këto old schoolat R&B. Jenniferi për ne vajzat pak me forma ka qenë shumë inspirim, shumë... Si 50 Centi me një onë. Për neve meshkujt, 50 Cent. Ashtu, a? Se 50 ka pos i vetëmi reper që ka pos trupin e fort. Ashtu, a? Po 50 Centi Po më... i di që ka qenë i ushtruar, po... Po. Duke bërë një kalkulim, po. I vetëmi. I vetëmi. Ku ka do në skem 50 Centi. Po. Në atë ku kur dul 50 Centi, janë nisën këtë njerëzit me bo ushtrime. Ashtu, a? I motivoj këtë jemët me bo ushtrime, me kanë edhe gango, edhe... Po, i ushtru. Bravo, jo, këtë nuk e dhja. Unë për që ata e këmë do shumë 50. 50 Ku shumë del ke izuar. 50 kalke. 50 e çuditshme, shumë i zgjuar. Shumë i zgjuar. Ama atë këngën In The Club, për mua In The Club dhe janë një Gangsta's Paradise, ashtu, për mua janë simfonit e hip-hopit. Po. Do më thënë, Edhe Still Dre. musikalisht, Still Dre, California, do më thënë janë ca Po imaginu kitë Dreja i ka bo këtë. Dre, Dreja është parë. king i... o zot, kur ka dalë tek ajo Super Bowl, kur Po. që ishte me mixerin. Po, ma vakna o E, na i dini qikë, pëse më bë mishi kokër. Po, do. Zot, kur ka dalë, aty në fund fare, mori pianon. Aty Snoopy, Janë Ke super. di qa për mua i ka qenë më i bukri, si Super Bowl, do më thënë si performance, dhe dyta, Shakira me Jenniferin kanë qenë lartë, Po. shumë lartë. Kur doli E kishin dyjat si bashka. Po, edhe kur doli Jenniferi aty, dhe gjitha mediat, ishte si King Kongu pra. Do më thënë që... Po, e di e ku këqyre. Këqyri me elodin e këqyri shumë. Ajo do të me vë vullën që unë jam performusja më e mirë ever dhe nuk ka me mu. Po, fix. Aty ajo e ka mytë. J-Lo, Shakira, far kombinim. Po, Shakirën e myti aty ajo. E kishte me kunj. Se me Shakirën s'kanë pas shku mirë. Po, dhe? Se ke parasysh këto latinot, si me thënë... Po, unë e me e mirë se ti me e mirë se unë. Po, aty e ka sakatu. J-Lo, ja. Doli J-Lo, e gjithë edhe mu, pasha zoti, jo për diçka, po J-Lo është J-Lo, vlo, s'di që atë... Ko Jenny from the block. Por aty nuk e di pse ajo shfaqi pak dopsi performative, ose, ore, do njëherë, se hormonet femrore, neve varë kur i kena... Mudi. Po, jo, hormonet na mundojnë, për të kënduar, për ashu, është stërmundim. Dhe, do me thëmë, Shakira në performancën e vetë live ka qenë shumë bukur. Doli, do me thëmë, belly dancing, pap, të regoj jira. Po, kur për balë, kur thonë, ja sheshi, ja mejdani, doli dhe Jenniferi, aty dalimi ishte... Po. J-Lo që ka një sen artistik, muzikalisht një sen ma të mirë se J-Lo ka bo shumë kongë, ndash ka bo hip-hop, ndash ka bo... Jenny from the block, po, ka eksperimentu ma shumë. Shakira, thujna drejten, 3 kongi ko që ja mojnë men kështu shumë. Hips Don't Lie, La Tortura, Anë me në siru sa... Wherever, whenever. Whenever. Waka, ajo, Shakira së fundme, do më thëmë muzikalisht, këngët e saj, mua më vjen shumë për dëshiruar, por ajo ka lujt me tekstet dhe me divorcin me bashkëshortin. Po. Muzikalisht, ty me ta falat këngën, me thënë mere, po t'jap edhe lek mrapisht, ti nuk e kënon atë këngën. Po. Janë këngë, nuk e di, do më thëmë, ku i ka qu. E J-Lo, I'm glad, waiting for tonight. Ajo i ka gjitha, mora albumet e ajo. Jenny from the block. Ore dhe tani, yo quiero dinero. Po, fix. Me Cardi B, gjitha i ka super. Po, da, vëdi ka eksploru shumë J-Lo, ja. Ajo punon shumë.
Punon ekstrem shumë. Edhe Shakira të kjo e Super Bowl-it, sepse kur punon shumë, ki mundësi me eksploru ma shumë. Jennifer i thoshte, hajde bëjmë këtë, hajde bëjmë atë, hajde këndojmë këtë në fund kjo, apo të jo, po nuk e bëjt dote, po nuk du, po pse ta bëj këtë, qau, një ta bë me gocën e veta, jo, edhe ecim për para. Pse kujna i ka pason? Shakirës. Hajde bëjmë. I tha në fund të Super Bowl-it, sepse këto kishin 7 minuta e gjysëm. Në 7 minuta e gjysëm, të dyja, duhet të merrnin apo 7 minuta e gjysëm ka qenë gjithë performanca Super Bowl-it dhe puna është ato punojnë 6 muaj për pjesën e minutazhit, se ka një gjë, është Super Bowl-i, siç është Kupa Botërore, luajnë. Po, e di. Dhe është çdo gjë me kronometër, me sekonda për stafin që mbaron, për shembull, tërhiqet skuadra dhe fillon kronometri. Start, dhe ata marrin, heqin, montojnë dhe kanë një minutazh shumë të vogël të caktuar që duhet të montojnë stage, foni, çdo gjë duhet të mikrofonojnë të gjithë, balerinët janë gjithë me in-ears, me kufje në vesh, sepse ndjekin dhe kanë kronometrin në vesh. Atje nuk i ke balerinët që dalin si këtu shkretët që dalin, edhe nuk një gjojnë asnjë gjë. Atje i ishin të gjithë me 2 in-earsa. Me 2 që një gjonin koreograf, kronometer. Dhe ishe çdo gjë perfekte me sekonda. Dhe në fund fare thotë, se halli ishte në 3 minuta e gjysëm duhet i përfshirë gjithë 25 vite karrierë. Do më thënë që do zgjedhim, neve çfarë mesazhi do përcjellim. Dhe në fund fare Jennifer Lopez i thotë, hajde bëjmë, sepse gjithë sensi ishin 2 emigrante, Puerto Rico dhe kolumbiane, që kanë ardhur në Amerikë dhe kanë realizuar ëndrrën amerikane. Pra, për të gjithë juve që keni ardhur nga Meksika, nga India, nga gjitha vendet latine, për gjithë emigrantët, juve, do më të nëshë një vend që këtu ju shmigoni mesazh, ju realizohen ëndrat dhe ishte pak edhe për Trumpin, do më të për punën e emigracionit që ashtu. Edhe, thot që të bëjmë në fund fare? Thot Jennifer, hajde bëjmë këngën e Bruce Springsteen. Born in the USA. Born in the USA. Edhe i thot, Shakira, jo, nuk dua ta këndoj, thot, unë s'kam lind në Amerikë. Po i thot kjo, po ty Amerikat ka mirë pritur të bëri yll ndërkombëtar. Dhe nuk donte kjo. Tani, ç'a bën Jennifer? Një të marr vajzën e vet. Dhe i ndërton ca kapsula në sken, në formë qelish të vogla, dhe ajo del